Kampionati shtetëror për kadet në atletik, ku atletët dhe atletet e lirisë së Sarajit shkëputën në rezultat impozant, duke u stëlisur me gjithsejt 9 medalje. Ishin shkas që mbrëm në Saraj të shtrohet një iftar modest nga ish kampioni botëror në karate, në kategorinë absolute Enver Idrizi, i cili përgëzoi me këtë rast suksesin në fjalë dhe potencoi se komuna e Sarajit vazhdimisht ka qenë vatër e talenteve në sporte të ndryshme, prej nga rrjedh edhe vet. Ju përgëzoj nga zemra këtë natë bukur të Ramazanit. Ju përgëzoj për rezultatet e bukura që i keni marrë, na keni zbarë ftyrën, na keni zbarë. Se ju e dini gjithë që Saraj ka pas gjithë sportistat mirë, edhe falenderoj Zotit që edhe Pjerrugës tonë pet kanë ndërë sportista shumë të mirë. Jo në vetëm 3 segmente ndoshit më konë më të mirë. Punë, një shprasje madhe, vetëm punë. Trajneri i klubit të atletikës Liria nga Saraj, Rahman Aliu, i cili është edhe trajneri i reprezentacionit të maqedonisë për grup mosha të reja, falenderoj kampionin botëror Enver Idrizin për kujdesin dhe respektin, me sas për suksesin në fjalë, tha se vjen pas një pune të gjatë dhe permanente. Të shtunën e kaluar apo pardje sapo mbaroi kampionati shtetëror individual për kadet të moshës 9-18 vjet, ku klubi jonë Liria, edhe pse i renovuar këtë vit, arriti suksese të themi marramense, me që vetëm me 9 atlet dhe atlete kemi korrë suksese 6 vende të para, 3 vende të dyta dhe 1 vend të tretë, ku nuk duhet të anashkalohet suksesi i atletës tonë më të mirë Drita Islami, e cila është edhe kampione e Maqedonisë, edhe pse është juniore, është kampione edhe në kategorinë e seniorëve. Ne si klub këtë kampionatin për 3 arritëm sukses të madh, në klubin përgjithësi, edhe unë posaçërisht fitova 3 medalje të arta në 3 disiplinat të ndryshme, 100 metra, 100 me pengesa dhe në shtafetën 4x100. Kam do të cek se mora pjesë këtë vit në kampionatin botëror për të ri që mbajt në Ukrainë Donetsk, ku për fat të keq bëra një gabim të vogël i cili më kushtoi shumë dhe humba rekordin personal. Unë quhem Anesa Ajdari, mësoj në shkollën fillore Rajko Xhinxifo. Kam filluar të ushtroj 6 muaj dhe Rezultati cili ishte në kampionatin zgjedhor tash? Në kampionatin zgjedhor kam në 100 metra, dhe aty rezultati im ishte 14-17. Vendi i parë. Po prej 36 atletëve unë isha e 10-ta. Qa ma doni via, është Kosova, është Shqipëria, rese me Qeftelia, osa e mave, është Shqipëria. Udhësia e klubit në fjalë, në fund në shenjë nderi dhe respekti, Enver Idrizin e shpërbleu me një fanel modeste me emblem të klubit të atletikës Liria nga Saraj, i cili me prezencën e tij dëshmoi se sportistët meritojnë kujdes dhe respekt më të madh.